Pensionistë e Shkodran janë të pakënaqur me bonusin e fundvitit. Ato theksojnë se pensionet që marrin u dalin vetëm për ilaçe dhe nuk kanë të ardhur të tjera. Për këtë detyrohen të kërkojnë ndihmë fëmijëve në emigrim. Vitin e ri do kalojmë në shtëpi ndërsa bonusi është për të largohen, shprehin pensionistët. Sa përfitoni nga bonusi i fundvitit? Ai 150.000 lekë. Mjaftueshme? Çfarë mjaftueshme? Ilaçe i marrin ata. Sa kena me vonë? Dhe ilaçe, po gjatë jetë jo. Sa të ardhur në keni ju? Çile 48.000 lekë. Duja 98, vëgojke se sa kena në mujë, të ty me ilaçe jena, dhe sa me shtry. Pa pensioni kështë për ilaçe? Dhe shpër ilaçe me, për gjatë jetë jo. Që me jo thonë, ma të e për. Pa këtë fundvit, këtë do të kaloni? Shpima, ku me kalu. Ku në të me honë, asisëm. Qa honë për ditë të honë edhe për vitë i. Unë marrë 100.000 se e kalej pensionin 200.000 lekë qëri. Dhe të shme 100.000 lekë qa mundet me ba për vitri. Kja është ca me lagojen. Kë nuk është problemi. Janë të mjaftueshëm të ardhur atuja? Nuk janë të mjaftueshëm. Qa bërë? Balë për mjekësi nuk janë. Nuk është ilaçet, janë shumë shtrenjtë. Shumë është e patrëvallueshme. Si a bëni këtë periudhë? Qyrë kejna fmit. Dhe ne na vjen edhe zër, mi uron qafë. E atër me thanguj, më çfarë mjaftueshëm. I ka që të e posë për herë. Kjash me të marvoj, në të kuptimin, atin, ata dhe të ilaçe të bëjnë 150.000 lekë. Të shë nuk e dhe ti, ata tjerat, që janë. Pra po përballueshme për ju e jetesën të pensionet? Po përballueshme, ja marrë me thanguj, ja të më të si mund t'i dallit, të sajku. 100.000 lekë për dripa. E që thuj, po pesim kur t'ikon ty. Duhet pensioni o shërbimi akot. Dhe është i herë vjetë, është të tonë rejë. 150.000 lekë, marë pensioni 170.000 lekë. Mara me në shkën 270, 330 banë. Shkën që dorin ta. I ka që do të me pasë për zdo muj, jo i herë vjetë. Dhe shku kjetorë. Si a bani? Si a banin, kush një më në fëmija dhe dikush punën në gjanë që a mundit me kapë, dikush rrinë pa hangër bukë. Shqipë mua betë. Shëmi të rrinë keqë. Keni të ardhur e tjera? Asë një të ardhën tjetër se vjenë. Por rrën pension, një që marrë të 350.000 lekë. Si do e kaloni këtë fundvit? Pesët e fundvitit? Pesët e fundvitit, po në ardhën në një prej fëmijëve, mirë. Pësë ardhën, që është një jetë të jale. Sipas pensionistëve Shkodran, bonusi është pa vlerë dhe duhen rritur pensionet.